Barcelona monitoron sulmuesin e Kosovës që tronditi Suedin. Paraqitjet fantastike të Fisnik Aslanit kanë marrë vëmendjen e skuadrave të mëdha evropiane. Hylli nga Kosova, i cili pas një sezoni fantastik që pati me Elversberg në Bundesliga në sezonin kaluar, vazhdon të shkëlqej edhe në skuadrën e Hoffenheim në Bundesligën gjermane. Sipas asaj që raporton gazetari i njohur gjerman Florian Plettenberg, Fisnik Aslani po monitorohet nga Barcelona. 23 vjeçari ka një klauzulë lirimi në verën e ardhshme dhe për këtë është informuar dhe skuadra e Barcelonës. Kjo do të ishte një hap i madh karriere për Fisnik Aslanin, i cili ditë më parë deklaroi se Barcelona është klubi i ëndrave. Klubi im i ëndrave ka qenë gjithmonë Football Club Barcelona, gjithmonë kam dashur të luaj atje, deklaroi ai për Sport Bild. Kujtojmë që Aslani kishte gola shënues për Kosovën në fitoren e fundit 1-0 ndaj Suedisë.